fitore 5 bashki, 5 fitore dhe 5 arsye më shumë për t'i falenderuar qytetarët për besimin e tyre pavarësisht dobësisë ekstreme të opozitës, moti me shit të ditës së djeshme, apo edhe vetë natyrës së zgjedhjeve të pjesshme, të cilat nuk është se stimulojnë pjesëmarrjen. Urime kryebashkiakëve të rinj nga Bruna, gruaja e parë që do të drejtojë bashkinë e qytetit të Vlorës, Ervini, dyti i Beratit, i cili me mbi 83% të votave, por po ashtu edhe në qytetin e Beratit, por po ashtu ka shkruar kryeministri Edi Rama dhe ka përmendur edhe kandidatët e tjerë dhe fituesit e këtyre zgjedhjeve, sikurse është Florenci në Cerrik, Gramozi në Tepelen dhe Altini në Matë, që të tre me rezultate kuptim plota, të cilat janë një themel i fortë i punës që do të pasojë në shërbim të atyre komuniteteve, shkruan kryeministri Edi Rama, shoqëruar edhe me